dakord, po ta shifshe finalen, Messi thoi se nuk ishte në fush. Tani arsyen e brendshme ne nuk e dim të Argjentinës. Okej. Ose Ska arsyeja jo? Po pse shef arsyen te Argjentina? Sepse edhe dalja, edhe dalja e Argjentinës nuk ishte në krye Messin. Ishte totalisht ndryshe. Si çdo ndeshje tjetër që Messi ishte në krye dhe e merrte ekipin. Kur diçka po ishin zemje, ndërkohë Messi finale nuk ishte i pari. Tani Messi doli 10 minuta me vonesë, arsyeja nuk e dim. Tani arsyeja na ngel Arsyeja mund të jetë kundërshtari. Arsyeja na ngel Enigul, por Messi ne nuk e kemi parë. Unë jam me personin që ndoshta Messi atë ndeshje mund të ishte më edhe e keq edhe e mira, por Messi po thoj se edhe një aksion që unë e kam parë mbi 10 herë të Messit që kishte mundësi ta merrte topin dhe të ikte portierit, e troqi këmbën, nuk e mori topin. Kjo më bë çudi. Kjo më bë çudi pse Messi nuk luajte në finale. Qofse e marrin me një top mes fushit, top Messit niset mes fush, edhe e ka topin para portierit dhe nuk e fut këmbën për të marrë topin dhe për të bërë golin. Kjo ta pa ne them kjo është një gjë që ne nuk e dim. Okej. A kupton? Është një gjë që nuk di si mund të quhet, por me se jam informuar, janë disa dosje për të shfaqur. Në vazhdimsi, dosjet e Argjentinës do shfaqen jo për Argjentinën, por